Viti 2025 ka shënuar një përgjysmim të shitjeve të apartamenteve në qytetin e Fierit. Sipas agentes imobiliare Arta Progonati, ky trend ka ardhur si pasojë e disa faktorëve. Pikë së pari, ndikim të drejtë për drejtë ka pasur ndryshimi i politikave të Bankës së Shqipërisë për mosfinancimin 100% të kredive nga bankat e nivelit të dytë. Progonati ka pohuar gjithashtu se çmimi aktual për metër katror varion nga 800 në 900 euro, ndërkohë që do të ishte 700 deri në 750 euro. Sot jemi duke ju folur pak për çmendurinë e çmimeve që kanë arritur në Fier. Dhe le të nisim pak nga trendi rritës i tyre. 2024 ka pasur çmime, le të themi, standarde, midis 750, 800, diçka edhe më pak. Dhe shumica e shitjeve që janë bërë gjatë 2024-s kanë qenë shitje me kredi. Ndërkohë, në 2025-ën, shifrat, nëse do t'i krahasojmë me 2024-ën, po themi deri në një të njëjtën periudhë të 2024-s, mund të ishte bërë dyfishi, më afërsisht 15 shitje që mund të kenë bërë gjatë këtij viti, dhe nga këto 15 deri në korrik, ku po përfshi politikën bankare, sepse shumica e shitjeve në Fier bëhet nëpërmjet shitjeve me kredi bankare. Ekspertja e pronave thekson gjithashtu se zonat më të shtrenjta janë lagja Apollonia dhe Kastrioti, ndërsa blerësit janë kryesisht çiftet e reja. Përballë kësaj situate, Progonati thotë se më të preferuara nga blerësit janë banesat me sipërfaqe të vogla, ndërkohë që synohet edhe pallatet e ndërtuara para viteve 90, por të investuara në vitin 2025, ku çmimi ka arritur 900 deri në 1000 euro katror. Ndërkohë, trendi i rritës së çmimeve të apartamenteve në Fier ka nisur që në vitin 2023, por ka arritur piku në vitin 2025, ka shtuar më tej Progonati, duke u bërë apel të gjithë pronarëve të fokusohen në çmimin real të tregut dhe jo tek ai fiktiv.